Siguria në plazhe vazhdon të jetë problem edhe për këtë sezon. Tashmë kur plazhi i Durrësit nis të popullohet ndjeshëm duke pritur numrin maksimal të pushuesve, situata në terren është e njëjtë si vitet e kaluara. Një pjesë e kullave të vrojtimit janë ngritur, por jo të gjitha kanë personelin e duhur, rojet bregdetare. Pushuesit shprehen se nevojitet personel për siguri në plazhe. Duhet përveç se pjesës detyrimit ligjor duhet ndërgjegjësohet dhe vetë subjektet që ta shohin këtë gjë me përparësi, pra jeta është diçka shumë e shtrenjtë dhe duhet ta shohim në përparësi. Normalisht edhe në plazhet publike ka shumë turistë dhe frekuentohet nga shumë turistë. Pra ka edhe nga ato që nuk dinot, pra rojet bregdetare duhet të jenë pranishëm në çdo hapësirë, pra në çdo 80 metra. Pra duhet ketë një roje bregdetare që të kujdeset dhe të monitorojë plazhin, pra që ne mundohemi që të kemi sa më pak humbje jetë ose sa më pak incidente. Pushuesit kërkojnë që edhe në plazhet publike të merren masa për rojet e vrojtimit. Këto i shikojmë të kullat tu. Nuk di ku janë me gjithë komandant, me gjithë të gjëra, po duhet të ketë roje bregdetare, duhet të ketë. Po çfarë deri në sezon nga shpëri. Bregdeti pathuajse se s'ka roje fare. Vetëm i shpëton Zoti, se ndryshe këtu nuk ka vend dorë njeri fare. Blerim Norja, operator turistik dhe pjesë e shoqatës së turizmit, thotë se akoma duhet bërë më shumë në drejtim të sigurisë në plazhe. Duhet të pikat çdo 200 metra duhet të ketë pika për kontrolle. Të shikojë duhet të ketë me dylbi, siç e ka gjithë bota jashtë. Pa roje private s'mund të funksionojë plazhet. Kështu që shumë e domosdoshme. Jo më larg se të dielën në plazhin e Durrësit u shënua humbja e një jete pasi një djalë 11 vjeç u mbyt teksa hyri vetëm në det. Ngjarje të tilla po rrisin kërkesën që autoritetet përgjegjëse të bëjnë më shumë në drejtim të sigurisë.